Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro tha sot në një dalje për mediat se kapitujt e arsimit dhe kërkimit shkencor pritet të jenë ndër të parët që do të mbyllen në procesin e integrimit evropian. Ajo ndalte puna e përditshme në shkolla nga investimet dhe rishikimi i kurikulave te rritja e sigurisë së nxënësve. Kumbaro foli edhe për hapjen e shkollave me standarde ndërkombëtare, si dhe për aktivitetet pas mësimit që po ofrohen për t'i dhënë fëmijëve më shumë mundësi zhvillimi. Qeveria prezantoi skemën kombëtare të mbështetjes për fermerët 2026 e ndërtuar pas konsultimeve me fermerët në të gjithë vendin. Ministri i Bujqësisë Andis Salla tha se skema mbështet investimet në sera pemtore, vreshta, stalla, mekanik bujqësore për punim, akvakultur dhe agroturizëm, ndërkohë që shtoi se deri më 9 prill dorëzohen masat finale për zhbllokimin e fondeve të IPARD 3. Galeria e Artit në fshatin Dervician të Bashkisë Dropull e hapur vetëm pak muaj më parë, po tërheq gjithnjë më shumë vizitor vendas dhe të huaj, me piktura të dhuruara nga artistë brenda dhe jashtë vendit, të cilat pasqyrojnë bukuritë dhe traditat e zonës. Ky ambient po kthehet në një pikë të re referimi për turizmin kulturor në këtë bashki. Biblioteka e Gjirokastras, institucioni kulturor me një aktivitet mbi 100 vjeçar, ofron për lexuesit e saj mbi 120.000 ekzemplar. Pjesë e këtij arkivi janë edhe 500 tituj që skedohen si fondi rrall, i cili shpaloset kryesisht nga student, pedagog, studiues e shkrimtar vetëm brenda ambienteve të saj. Ju njohim tani më gjërësisht Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro. Tha sot në një dalje për mediat se kapitujt e arsimit dhe kërkimit shkencor pritet të jenë ndër të parët që do të mbyllen në procesin e integrimit evropian. Ajo ndal tek puna e përditshme në shkolla dhe investimet, gjithashtu rishikimi i kurikulave te rritja e sigurisë së nxënësve. Kumbaro foli edhe për hapjen e shkollave me standarde ndërkombëtare si dhe për aktivitetet pas mësimit që po ofrohen për t'i dhënë fëmijëve më tepër mundësi zhvillimi. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro deklaroi sot se Shqipëria është shumë pranë mbylljes së 2 prej kapitujve të parë të negociatave me Bashkimin Evropian, kapitullit 25 për kërkimin shkencor dhe kapitullit 26 për arsimin. Sipas saj, puna intensive e Ministrisë dhe agjencive në këtë varësi ka bërë të mundur përmbylljen e të gjitha detyrimeve teknike. Kumbaro theksoi rritjen e financimeve për kërkimin shkencor me synim që deri në vitin 2030 investimet të hajrinë në 1% të prodhimit të brendshëm bruto. Fal punës shumë intensive të bërë nga Ministria e Arsimit edhe gjithë stafet edhe në agjencitë tona të varësisë, me shumë gjasa janë 2 kapitujt e parë që do të mbyllen në procesin e mbylljes së kapitujve në negociatat me Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë konkretisht për kapitullin 25, që është kapitulli për shkencën dhe kërkimin shkencor, dhe kapitulli 26, që është kapitulli për arsimin. Edhe me besimin dhe bindjen që do të jetë një augur i mirë edhe për kapitujt e tjerë në vazhdim. Dua ta nis nga kapitulli, një prezantim të shkurtër, kapitulli 26, që është kapitulli për arsimin, sepse praktikisht i kemi mbyllur të gjitha ato piketat dhe detyrat e shtëpisë që kishim nga Komisioni Evropian. Ndërkohë që flasim me vendim të Këshillit Ministrave, është krijuar inspektoriati qendror i arsimit parauniversitar brenda reformës së madhe të inspektoriateve. Do të jetë një institucion më vete, jemi duke përgatitur strukturën dhe së shpejti ky inspektoriat të fillojë nga puna. Gjithashtu kemi përgatitur dhe të miratuar planin e veprimit për arsimin digjital 2025-2030, ku edhe ju përmes kronikave të ndryshme televizive dhe opinioneve në media keni pas një rol shumë të rëndësishëm në dhënien e këtij informacioni. Në këtë kontekst, një tjetër detyrë dua të ndaj edhe me publikun, por sidomos grupet e interesit që është arsimi i lartë e din tashmë,
është krijuar dhe lançuar baza shtetërore e të dhënave të arsimit lart ose platforma që ndryshe njihet me emrin ose akronimin SMIAL, që është në fakt një bazë të dhënash që përdoret sot nga universitetet që nga korriku i vitit 2025 me të gjithë të dhënat e studentëve të cilët janë pjesë e botës universitare, por duke mundësuar kështu gjurmimin online të gjithë aktivitetit të tyre studimor, nga nota deri tek klasifikimet e tjera nga një vit në tjetrin. Standardi që na kërkohet është që deri në vitin 2030 ky nivel, kjo përqindje e buxhetimit për kërkimin shkencor të shkojë në 1% të prodhimit të brendshëm bruto. Jemi duke ecur me hapa të mirë, po ndërkohë ka dhe një sensibilizim shumë më të madh nga të gjitha institucionet e tjera, agjencitë e tjera, ministritë e tjera brenda aktivitetit të cilave zhvillohet kërkim shkencor, por pa e llogaritur atë se një buxhet të dedikuar. Ministri Akumbaro njoftoi gjithashtu edhe miratimin e platformës ACRIS, Regjistri Kombëtar i Kualifikimeve dhe të Dhënave Shkencore, duke e cilësuar këtë një hap të rëndësishëm në modernizimin e sistemit dhe përmbushjen e angazhimeve në procesin e integrimit evropian. Para 2 javësh është miratuar me një VKM të veçantë edhe platforma ACRIS, që është në fakt regjistri kombëtar i të gjitha kualifikimeve shkencore, i të gjitha të dhënave shkencore të aktivitetit që zhvillohet në Republikën e Shqipërisë. Të gjitha këto janë piketat dhe angazhimet tona në raport me kapitull 25, të cilat tashmë janë përmbyllur. Ndërkohë, më vjen shumë mirë që Ministria e Arsimit do të paraprijë gjithë të procesin e mbylljes kapitujve, për të cilat ne kemi ndarë jo më larg se dje me publikun edhe kapitujt e tjerë. Ministri Akumbaro ka bërë të ditur edhe një tjetër nismë madhore në fushën e arsimit, krijimin e liceut francez të Korçës, një projekt i përbashkët mes qeverisë shqiptare dhe asaj franceze, i iniciuar nga presidenti Emmanuel Macron dhe kryeministri Edi Rama. Ky institucion arsimor do të jetë një qendër ekselence në fushën e teknologjisë dhe inovacionit në rajon, duke ofruar diploma të dyfishta për nxënësit. Qeveria prezantoi skemën kombëtare të mbështetjes për fermerët 2026, e ndërtuar pas konsultimeve me fermerët në të gjithë vendin. Ministri i Bujqësisë Andis Salla tha se skema mbështet investimet në sera pemtore, vreshta, stalla, mekanik bujqësore, përpunim, akvakultur dhe agroturizëm. Ndërkohë që shtoi se deri më datën 9 prill pritet që të dorëzohen masat finale për zhbllokimin e fondeve të IPARD 3. Qeveria shqiptare miratoi dje me vendim të Këshillit të Ministrave skemën kombëtare mbështetëse për fermerët për vitin 2026, duke synuar mbështetjen e investimeve bujqësore në të gjithë vendin. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, gjatë një konference për mediat, tha se skema është ndërtuar pas një procesi të gjerë konsultimi me fermerët në të gjithë territorin. Salla sqaroi se mbështetja përfshin investime në sera, pemë frutore, vreshta, stalla, mekanik bujqësore, linja për përpunimin e produkteve, akvakultur dentare dhe agroturizëm. Është një skem ku ne kemi konsultuar së bashku me fermerët në gjithë territorin, kemi pas një dëgjes me ta, në gjithë takimet që kemi kryer, 23 takime dhe në 12 qarqet e Shqipërisë, ku është një skem ku do ta prezantojmë sot. Dhe kush janë pikat cilët ne kemi vendosur së bashku me stafin për atë çfarë kemi dëgjuar realisht nga fermerët, duke e përshtatur atë në buxhetin i cili është akorduar nga qeveria shqiptare, një buxhet për 5.2 milion lekë. Do të mbështesim të gjitha aplikimet apo projektet të cilat janë investimet në sera, pemë frutor, vreshta, stalla, mekanik bujqësore, linja e përpunimit të produkteve, akvakultur detare dhe agroturizëm. Do të hapim investime për thirrje të reja, të cilat janë për fermerët e ri, të cilët do të mbështeten me 10 milion lek ose 10.000 euro grant, ku kryesisht do të jetë në blegtori. Për ndërtimin e stanave për blegtorët me grant diku tek 3 milion lek, për pajisje makineri bujqësore me grant 500.000 lek, ku përfshihen të gjithë tankrat dhe
ruajtjen e qumshtit, të cilët do të mbështeten edhe për vajin e ullirit. Prioritetet do të jetë në blegtori, ku në gjeth nga 10.000 lekë në 12.000 lekë, për të imtat nga 1.200 lekë në 1.500 lekë, ku dyfishohet për bletën nga 1.000 lekë në 2.000 lekë. Sipas sallës, për herë të parë fermerët që rrisin dera do të marrin 7.000 lekë, ndërsa pragjet e përfitimit janë përgjysmuar. Për herë të parë i japim 7.000 lekë për dosën në sektorin e rritjes së derrit. Pra, është një masë e re, cilët e kanë adresuar fermerët për të qenë edhe kjo masë në skemën e kombëtare. Përgjysmohen pragjet e përfitimit, pra përfitojnë fermat me 5 lop, me 50 krerë të imta, me 25 koshere dhe me 5 dosa. Ministri bëri me dije se edhe sektori i rritjes së peshkut në ujërat e brendshëm do të mbështetet duke rikthyer masën për blerje arasati në ujërat e ëmbla. Ai shtoi se për fermat mbi 3 hektar përfitimi do të jetë 10.000 lekë për çdo hektar të mbjellë. Subjekti i rritjes peshkut në ujërat të brendshëm do të mbështetet dhe kjo masë e cila është për blerje arasati në ujërat të ëmbla, të cilat ne kemi në territor, dhe kjo është një masë e cila mendojmë që është në rifutjen e në këtë skemë cilët ne kemi. Ndërsa për masat tjera që parafrohen me pakesat që zbatohen në BE, është fermat të cilat mbi 3 hektar do të përfitojnë 10.000 lekë. Pra, në çdo hektar të mbjellë. Në këtë vit, shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor SHBB do të mbështeten në masën 100%. Vazhdojnë mbështesin fermat me prodhim organik të certifikuar, pra me GloGAP, i cili do të synojmë, të cilët ne do të vazhdojmë edhe në këto ferma. I pyetur për zhbllokimin e fondeve të IPAR 3, ministri bëri me dije se brenda datës 9 prill do të depozitohen masat e fundit të kërkuara nga BE për të bërë më pas akreditimin e kësaj pakete. Pas përfundimit të rreshjeve të shiut, fermerët e Lunxhërisë në Gjirokastër kanë nisur intensivisht përgatitjet e tokave bujqësore për sezonin pranveror. Gjithashtu, ata kanë pluguar tokat dhe po vijojnë menjëherë me mbjelljen e kulturave, ndërsa mbeten optimist për një sezon të mbar fal kushteve të favorshme atmosferike. Pas përfundimit të rreshjeve të shiut, fermerët e Lunxhërisë në Gjirokastër janë rikthyer me ritme të shpejta punës në tokat bujqësore. Kushtet e përmirësuara atmosferike kanë krijuar mundësinë e duhur për të nisur përgatitjet për sezonin pranveror, i cili konsiderohet një nga periudhat më të rëndësishme për prodhimin bujqësor. Kemi filluar, kemi një javë pasi kanë pushuar rreshjet. Puna është intensive në maksimum, sepse po mundohemi të bëjmë tokat gati për mbjelljen e jonxhës dhe kulturës së misrit, që është janë mbjelljet praverore. Edhe me sa forca kemi, po mundohemi të bëjmë gati që të përftasim. Aktualisht puna është përqendruar kryesisht në plugimin dhe sistemimin e tokës, një proces thelbësor për të siguruar rendimen të lartë në mbjellje. Fermerët po punojnë intensivisht për të shfrytëzuar çdo ditë me mo të favorshëm, duke synuar që të përfundojnë në kohë përgatitjet e nevojshme. Vonesa do ketë, po shpresojmë mos ketë rreshje të shumta. Nëse nuk ka rreshje të shumta, temperatura e momentit na ndihmon, na favorizon. Domethënë krijon kushtet për të farë toka më shpejt. Mbjellja e jonxhës duhet të kesh filluar, duhet të ishin mbjell, po misri që është kultura kryesore që merremi neve do të filloj pas datës 5-10 prill, me njëherë pas plugimit. Plugohet, frezohen tokat, bëhen gati, pastaj fillon mbjellja. Me njerë pas plugimit nise dhe mbjellja e kulturave pranverore që përbëjnë bazën e prodhimit sezonal, fermerët shprehen optimist për një sezon të mbar, duke shpresuar që kushtet klimatike të vijojnë të jenë të qëndrueshme dhe të favorshme për zhvillimin e kulturave bujqësore. Qyteti Delvinës është shpallur pasuri kulturore paluajtshme, një vendim që rrit vlerësimin për trashëgimin historike dhe arkitekturore të zonës. Kryebashkiaku Besmir Veli në emisionin Mirëmëngjes Shqipëri në RTS tha se ky status sjell standarde të reja për ndërhyrjet në fasada dhe zhvillim urban. Vendimi pritet të nxjisë ruajtjen e trashëgimisë dhe të hap mundësi të reja për turizëm kulturor, promovim dhe restaurimin e qytetit.
Qyteti i Delvinës është shpallur pasuri kulturore e paluajtshme, një vendim që e ngre qytetin në një nivel të ri vlerësimi për trashëgiminë e tij historike dhe arkitektonike. Kryebashkiaku i Delvinës, Besmir Veli, në një lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin Mirëmëngjes Shqipëri në RTS, e konsideroi këtë si një ngjarje e rëndësishme për identitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të Delvinës. Sipas Velit, ky status do të sjellë standarde të reja për investitorët dhe banorët e zonës, sidomos për ndërhyrjet në fasada. Kjo është një ngjarje jashtëzakonshme, do të thoja unë, pasi jo vetëm pas zjarreve dhe atyre rreshjeve të fundvitit të kaluar, ne kemi një lajm të mrekullueshëm ku Delvina shpallet ansambël arkitektonik urban, ku përveç se është një vendim i jashtëzakonshëm për identitetin, është dhe një vlerësim për trashëgiminë tonë historike. Po edhe një përgjegjësi për ta ruajtur atë dhe për ta zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme. Ky status do të sjellë dhe standarde të tjera më të qarta për investitorët apo për banorët e zonës, të cilët duan të bëjnë ndërhyrje në fasada. Padyshim do të ketë edhe kufizime, por ato janë të domosdoshme për të ruajtur autenticitetin e qytetit, edhe për mos të prishur atë çfarë ne kemi arritur të bëjmë këto ditë. Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe me Ministrinë e Kulturës praktikisht, dhe së fundmi kemi bërë dhe një marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe me Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Tiranës, ku para 2 javësh këtu në Delvin ka ardhur një grup pedagogësh dhe studentësh, pikërisht për të prekur atë çfarë ne duam të realizojmë nga ky master plan, dhe për që ta kthejmë në funksionalitet të plot për këtë zonë. Delvina është në qytetet jugore të Shqipërisë dhe ndodhet vetëm 15 kilometra nga qyteti Sarandës, ku aty ka një rritje të turizmit dhe të vizitorëve, siç të gjithë e dim, dhe diku te 30 deri në 40 kilometra me qytetin e Gjirokastrës, pra është në midis këtyre dy qyteteve. Dhe Delvina, do të thoja unë, është një zonë që qytetarët apo vizitorët e kësaj zone në të dyja këto, në Sarandë dhe në Gjirokastër, duan të bëjnë diçka më ndryshe, mund të vinë në Delvin dhe mund të vizitojnë këto dy lagje që ne praktikisht i shpallëm ansambël historik. Por jo vetëm, në qytetin e Delvinës janë të ndërthuar ato 3 afet, edhe kjo është e dukshme te xhamia e Gjin Aleksit, ku në rënojat e një kishe bizantine është ndërtuar një xhami, dhe aty janë të ndërthuar ato 3 afet. Ky vendim i jep Delvinës një status të ri dhe shumë të rëndësishëm, duke njohur vlerat e saj arkitekturore dhe urbanistike, të cilat prej vitesh mbartin identitetin dhe kujtesën e zonës. Rrugët, ndërtimet dhe struktura urbane tashmë do të jenë më të mbrojtura dhe të vlerësuara si pjesë e një pasurie kombëtare. Përveç ruajtjes së trashëgimisë, ky zhvillim hap një kapitull të ri për turizmin kulturor në Delvin, duke krijuar më shumë mundësi për restaurime, promovim dhe tërheqje vizitorësh që kërkojnë të zbulojnë historinë dhe autenticitetin e zonës. Galeria e Artit në fshatin Dervician të Bashkisë Dropull e hapur vetëm pak muaj më parë, po tërheq gjithnjë më tepër vizitor vendas dhe të huaj, me piktura të dhuruara nga artistë brenda dhe jashtë vendit, të cilët pasqyrojnë bukuritë dhe traditat e zonës. Ky ambient po kthehet në një pikë referimi për turizmin kulturor në këtë bashki. Galeria e Artit në fshatin Dervician të Bashkisë Dropull, e çelur vetëm pak muaj më parë, po kthehet në një pikë të rëndësishme tërheqjeje për vizitorët, me piktura të dhuruara nga artistë brenda dhe jashtë vendit, të cilat pasqyrojnë pamjet piktoreske të zonës. Galeria sjell më pranë kulturën dhe traditat e Dropullit. Na la shumë përshtypje mënyra si është paraqitur historia përmes artit. Do t'ua u rekomandojmë edhe miqve tan ta vizitojnë këtë vend.
Është një galeri shumë e bukur. Na pëlqejnë shumë pikturat sepse tregojnë jetën dhe traditën e kësaj zone. Është një eksperiencë shumë e veçantë për ne. Përgjegjëse e Galerisë së Pikturave në Dervician, Julia Diamanti, shprehet se synimi është pasurimi më tej i kësaj galerie. Përmjet pikturave është promovojnë artin e tyre, kulturën, të kemi dhe një tërheqje për historinë e Dropullit, kemi shumë gjeografi që punojnë për kisha, piktura të fshatit, kemi me gdhëndje në dru, skulptura. Ka një tërheqje nga turistët që vinë vizitojnë zonën e Dropullit, fshatin tonë, dhe kthehen edhe në galerin tonë të shikojnë dhe pikturat. Bashkia Dropull synon që galeria të shndrohet në një destinacion të qëndrueshëm kulturor duke tërhequr gjithnjë e më shumë vizitor dhe duke promovuar vlerat artistike e historike të Dropullit. Biblioteka e Gjirokastras, institucioni kulturor me një aktivitet mbi 100 vjeçar, ofron për lezuesit e saj mbi 120.000 ekzemplar. Pjesë e këtij arkivi janë edhe 500 tituj që skedohen si fondi rrallë, i cili shpaloset kryesisht nga pedagog, student, studiues e shkrimtar, vetëm brenda ambienteve të saj. E gjejmë në bibliotekën e qytetit me gazeta para që siç na tregon janë të periudhës 67-90. Historiani i Shoqëri Hysi thotë se është duke kërkuar materiale që kanë të bëjnë me bektashizmin, ndërsa është duke projektuar ribotimin e një libri të shkruar vite më parë. Unë konkretisht merrem me zgjerimin e njohurive për botimin e një libri, siç është libri Mision Bektashian të Qeja e Zallit, i botuar në vitin 2000 dhe kanë kaluar 25 vite, kam gjetur materiale të reja, po ndjek periudhën 67-90 në për shtypin e kohës dhe mendoj që ka elementë të cilët duhet t'i rifusim në një ribotim të mundshëm të këtij libri. Të kapim kohën, të kapim ritmin, dhe të plotësojmë ato vakume që nuk i kemi patur mundësit për t'i parë në kohën e duhur për momentin kur është botuar libri. Lidhja e tij me Bibliotekën Apostol Meksi daton në vitin 1985, kur ai erdhi si student në Universitetin e Gjirokastrës e ku më pas me përfundimin e studimeve u emërua edhe si pedagog i historisë. Biblioteka ka qenë një nga suportat e mia, ka qenë një nga pikat arkimendiane ku unë jam mbështetur që nga viti 1985 kur erdha si student. Biblioteka ka qenë gjithashtu një mbështetje e jashtëzakonshme sepse duke parë një libri më ka mësuar se ku të shkoj, më ka shërbyer si një fener i vogël që të më tregonte gjurmën e lëvizjes së radhës për të marrë të dhënat e reja shkencore dhe nga libri në libër dhe pastaj njohuritë njëra pas tjetrës plotësojnë dhe arrim në të konsolidoj mendimet dhe konceptet tona për punën shkencore që ne bëjmë. Fondi pasur i kësaj biblioteke i ka shërbyer profesorit për përgatitjen e tij në studime e konferenca shkencore, e kryesisht ato ku është fokusuar më së shumti janë gazetat zyrtare, shtypi i kohës, janë librat e vjetër që Gjirokastra ka, janë disa kujtime që Gjirokastra ka këtu, janë disa libra të tjerë që botohen edhe në kohët sotme, sepse duhet kesh jo një fakt në dorë, jo një vetëm një të themi botim, po disa botime ti ballafaqosh për idet, për hipotezat apo për tezat që mbron dhe mbi të gjitha është duhet keshim bazë të gjerë të njohjes së problemit për cilin duhet shkruash. Deri në shtérimin e tij, sepse duhet të thuash fjalën e fundit në momentin që ti e boton. Pas botimit tënd mund dalit të tjerë, por deri në momentin që ti e boton, duhet të shohësh në mënyrë shtëruese të gjithë burimet për problemin për cilin ti shkruan. Fondi i rrallë, siç na tregojnë punonësit e këtij institucioni, nuk nxirret jashtë bibliotekës, ai shpaloset vetëm në sallën e studimit për vetë rëndësinë që mbart.
Biblioteka Apostol Meksi disponon një fond shumë të pasur me libra, gjë që bën të mundur plotësimin e gjithë kërkesave që lexuesi ka ndaj libri. Gjithashtu në bibliotekë gjenden materiale dhe botime të ndryshme, të cilat u vijnë në ndihmë studiusve, studentëve, intelektualëve, pedagogëve për punime të ndryshme shkencore. Këto botime zakonisht janë botime të rralla, janë studime historike, studime gjuhësore, periodik të ndryshëm, sidomos periodiku i hershëm, enciklopedi të ndryshme. Të gjitha këto botime nuk dalin nga biblioteka, ato përdoren për përdorim të brendshëm në bibliotekë për vetë rëndësinë që ato kanë. Biblioteka e Gjirokastrës ka një aktivitet mbi një shekullor, nga 120.000 ekzemplar që përfshihen në arkivin e saj, 500 tituj veçohen si pjesë e fondit të rrallë. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.